Rruga Qukës Qaf Ploç u bllokua për rreth 10 minuta pasi banorët e fshatit Kalivaç protestuan kundër mbylljes së një segmenti që lidh 3 fshatra të njësisë administrative Trebinj me rrugën e re. Protestuesit shprehen se zgjidhja e propozuar nga autoritetet ushton mbi 2 kilometra rrugën për të dalë nga fshati, ndërsa theksojnë se aksi alternativ është i amortizuar dhe i pakalueshëm për mjetet e vogla. Sipas tyre, autoriteti rrugor shqiptar është njoftuar më herët nga njësia administrative, por ende nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare. Jemi këtu te firma ekzistuese që mbaroi asfaltin do të zë rrugën. Rruga na bllokua, jemi në gjendje shumë të keqe. Ne s'kemi ku të vëmë, ne këtu në fshat do rrimë. Se ku të vesh, ja do ish, ja do besh. Ne fëmijët i kemi largë, do vinë me makinë, ku do hynë? Për fshatin tonë shumë problem, që do shkojmë në Podkozan, si thaj shoku, edhe do vinë këtu. Një të sëmur, çfarë halli kemi, nuk vinë ashtu. Për fshatin tonë nuk shumë problem. Edhe për Dunicën e për Kurebarën. Ekziston një gjithë mundësia që këtu të ishte bërë një rreth rrotullim domethënë i vogël, dhe sigurisht do ishte zgjidhur për neve ashtu si kurse shtrihet dhe kihet parasysh kjo në çdo vend të Shqipërisë. Nuk kemi neve pse të rrethojmë ande kur e kemi rrugën këtu. Kjo rrugë ka vite, sa mbaj mendon, këtu ka qenë. Se kuptojnë dot, si mund të vim këtu, të vëmë atje, Podkozan, të rikthehemi këtu për një hall të madh, të vëmë prapë atje dhe të shkojmë për Kadeç. Ne do vazhdojmë të protestojmë këtu sepse rruga nuk duhet zirret këtu. Gjatë protestës, banorët bllokuan të dy anët e rrugës së re, duke krijuar radhë të gjata automjetesh dhe momente tensioni me drejtuesit e mjeteve. Situata u menaxhua nga administratori i njësisë administrative Trebinj, Ilia Muço, i cili garantoi banorët se segmenti nuk do të mbyllet pa u gjetur një zgjidhje, duke theksuar gjithashtu se rruga alternative është e rrezikshme për qarkullim. Si vend këtu ku kërkojnë këta nuk bëhet. O do bëhet më djathtas ose më majtas. Se këtu është burim aksidenti, është kthese dy fisht, pa u bërë rruga tjetër nuk do mbyllet këtu. Në përfundim të protestës mbërriti policia e cila nisi procedurat ligjore lidhur me bllokimin e rrugës.